Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rreshtit e shiut shkaktojnë përmbytje në shumë zona të vendit, ujë dhe përtone dhe në banesa vështirësoi qarkullimi makinave dhe lëvizja e qytetarëve. Lidhet në Bruksel forumi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, kryeministri Rama deklaron se procesi duhet konsideruar si një ribashkim historik i Europës. Kryetari i Partisë Demokratike deklaron se do të shkojë në SPAK për 21 janarin, por Berisha thotë se hetimi i prokurorit ndaj tij është proces politik. Kujtohet Martin Cani që u vra nga bashkëmoshatari i tij pranë shkollës Fanoli një vit më parë, prindrit e të miturit kërkojnë dënim maksimal për vrasësin. Disa konkurrentë rrombejnë pote antarëve të jurisë dhe vijojnë rrugtimin në Albanian's Got Talent, spektakli shënon në rekord audiencë në Vision Plus. Jemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Përgjegjësimi i kushteve të motit shoqëruar me rreshje shiu dhe erë të fortë ka sjellë probleme. Në disa zona ka pasur përmbytje ku uji ka depërtuar në banesa, ndërsa është vështirësuar qarkullimi i mjeteve dhe lëvizja e qytetarëve. Ndërkohë në fshatra ka mungesë të energjisë elektrike si pasojë e defekteve në rrjetin e shpërndarjes. Rreshtet e dendura të shiut që kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit kanë shkaktuar përmbytje masive, sidomos në qarkun e Lezhës. Situata më kritike paraqitet në Kurbin dhe Mamurras, ku prurjet e mëdha të ujit kanë marrë përpara çfarë kanë gjetur. Si pasojë në fshatrat Fush Mamurras, Droj, Zhej, Shpërdet dhe Shmëri të njësisë administrative Mamurras janë më të prekura nga prurjet e mëdha nga lumi Droj dhe kanalet kulluese që kanë dalë nga shtrati. Aktualisht, rreth 50 banesa kanë prezencë ujë. Tu para 2 vjet e njëjta situatë. Dakor, as ka vu dorë, dem kohën e demokracisë. Dem 97 nuk kanë vu dorë në këtë rrugë. Tu kena në varrezat, sipër. Edhe porteti mendon. Jeni bloku komplet? Komplet si lagje. S'kena ku me dalë në botë. Kemi bën shumë ankesa për këtë rrugë dhe na kanë lënë pezo. Erdhi bashkia i bani previzor një rrugë këtu drejt. Previzor, tashti nuk bëhet rruga tani. Rruga bëhet verës. Ne kemi dhe barresat aty lart që larg qoftë. I kemi djerë gjallë edhe mund vdesim. Kajt do ta kalojmë? Kemi fëmijë të vegjël në shtëpi. S'kemi ka të kalojmë të qem një smollik digjon, s'kemi nga lëvizjen. Jemi bllokuar totalisht e vështirë. Unë kam fëmijë të vogël, e kam 2 vjeç, kuda që kam tërpartuar 3 ditë. Nga do dal. Mjetet e rënda të bashkisë janë në terren, por ka vështirësi në qarkullim në disa akse, përfshirë nën kalimin e Fush Mamurrasit, ishte rrugën nacionale në Gjormë dhe zonën e Shmërit. Në Milot rrugët e fshatrave Skuraj, Vjenjol dhe Gallat janë të pakalueshme, ndërsa edhe aty 50 banesa kanë prezencë ujë. Nën kalimi i superstradës në fshatin Ishull Lezhë është aktualisht i pakalueshëm për shkak të ujit. Energjia elektrike ndërkohë është rikthyer në disa fidera që furnizojnë Ishull Lezhën, Gjadrin, Torovicën, Kakariçin dhe Mabën. Vetëm në fshatin Dajç vijon puna nga ekipet e OSHE-s. Në aksin e rrugës Skuraj-Burrel, rënja gurve në rrugë dhe shkarjet e dherave nga malet ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Rreshtet e shiut që ka nisur prej mbrëmjes së kaluar shkaktuan probleme edhe në Dibër. Me e prekur nga shtrëngatat e shiut ishte Bashkia e Matit, ku pati probleme me rrugët rurale dhe përmbytje të banesave. Ka hi këtë të shpi. Ka hi me në shpi 10 metri. Mëron kemi qëro shpen dimoni. Në dikat e Fanit dhe Ulzës, prurjet janë rritur ndjeshëm, por sipas autoriteteve nuk është arritur niveli kritik që kërkon hapjen e portave. Vërshimi i ujrave nga rreshtet e shiut shkaktoi përmbytje në disa fshatra të Durrësit dhe Fushkrujës. 10 shtëpi janë në ujë dhe kalimi në rrugë u vështirësua, ndërsa në Vlorë era e fortë rrëzoi pemët në pyllin e sodës si dhe në qytet. Rreshtet e shiut të orëve të fundit kanë krijuar një situatë të rënduar në disa zona të Durrësit, pasi shumë sipërfaqe toke dhe banesa janë përmbytur. Situata me problematike ishte në Ishë, Mancë dhe Suks, por edhe në zonën e Borizanës dhe Moriqanit në Kruj. Në këto zona 44 shtëpi janë në ujë, ndërsa në Ishë me shpërmbytur një tjetër banesë.
ndërkohë të gjitha akset kombëtare dhe ato dytësore në qarkun e Durrësit janë të kalueshme, ndërsa uji po tërhiqet. Në terren është ndërhyrë me mjete të rënda nga ekipet e bordit të kullimit dhe ndërmarrjes së rrugëve për të pastruar kanalet kulluese. Në Vlorë erëra të fuqishme që kanë përfshirë qytetin bregdetar kanë rrëzuar druret pyjor në pyllin e sodës, ndërsa një pemë shumë vjeçare pranë rrugës kryesore ka krijuar rrezik për kalimtarët dhe automjetet. Në pyllin e sodës disa pisha janë rrëzuar nga era, duke bllokuar segmentin që të çon në fshatin Zvërnec, ndërsa qarkullimi është vështirësuar deri në ndërhyrjen e strukturave bashkiake. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët e ardhshme priten rreshje të herpasershme me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Forumi i zgjerimit të Bashkimit Evropian diskutoi në Bruksel të ardhmen e këtij projekti politik. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama tha se ky proces nuk duhet konsideruar si zgjerim, por si një ribashkim i Europës. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në forumin e zgjerimit të Unionit mbajtur në Bruksel. Në vijim të agjendës për çeljen e grup kapitullit të fundit të negociatave, kreu i qeverisë ishte pjesë e panelit, ku tha se zgjerimi është jetik për Bashkimin Evropian. As nuk do të heq dorë nga zgjerimi dhe as nuk do të më mbarojnë fjalët për të. Zgjerimi është e ardhmja e Europës. Më lejoni ta them krejt qartë, në vend që të përdor fjalën zgjerim dhe që ka lindur në Bruksel, më lejoni të gjejmë një fjalë tjetër. Ribashkim. Ky është koncepti, një domosdoshmëri historike. Shefi i qeverisë argumentoi se pse Shqipëria duhet të jetë pjesë e Unionit. Ndonjëherë duhet i përgjigjem një pyetje jo fort të lehtë. Pse BE duhet ta ketë Shqipërinë në tryezën e saj të rrumbullakët? Dhe mua më duket se përgjigja është më e lehtë se vetë pyetja. Shqipëria sjell në tryez shpirtin e madh të dikurshëm të Europës dhe i sjell kurorës së saj një grup tjetër të vogël të çmuar. Shqipëria është gati, jemi plotësisht të përkushtuar, kemi treguar rezultate me reforma, nuk do të ndalim asnjë çast. Ndjejmë përgjegjësinë për t'i shërbyer Europës dhe Europa për t'i shërbyer paqes. Kryeministri veçoi kontributin e komisioneres për zgjerimin Marta Kos në përshpejtimin e procesit të antarësimit. Unë besoj që ndërsa Marta po shkruan historinë me ne, duhet të sigurohemi që edhe historia do të shkruaj për të me faqet e saj. Ajo duhet të botoj një libër me titull Antologjia e një zgjerimi të bërë nga unë dhe i jap fjalën Martës me të gjithë lagjen ballkanike që ndodhet këtu, që do të përmbahem me fisnikëri nga pretendimet e të drejtës autorit për kapitullin e Shqipërisë. Ndër të tjera, Rama theksoi se Bashkimi Evropian gjithmonë ka përfituar sa herë ka pranuar antar të rinj dhe nuk është zgënjur kurrë. Lideri i opozitës do të pyetet nga prokurorët e SPAK-ut për vrasjen e protestuesve në bulevard në 21 janarin e vitit 2011. Një ditë para se të japë dëshminë, Sali Berisha ka akuzuar prokurorinë se ka nisur një hetim politik ndaj tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të shkojë nesër në SPAK për të pyetur në lidhje me ngjarjen tragjike të 21 janarit vitit 2011, ku vran 4 protestues. Ngjarje për të cilën ish-kryeministri nuk është pyetur asnjëherë. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se do të përgjigjet të gjitha pyetjeve të prokurorit posaçëm. Nesër do jam aty. Sepse shumë normale, ndonse e deklaroj që sot që ky është jetim politik, sepse çështja është hetuar. Sipas Berishës, prokuroria nuk ka hetuar një aspekt dhunën e protestuesve të Partisë Socialiste së kohën në opozitë. Edi Rama është përgjegjësi numër 1 i atyre zhvillim, ai është organizatori kryesor, Shifeni kur bën me shenjë nga dritaret e mia, po unë do shkoj dhe do t'i bëj gjyqin publik. Do dala amej dhe do t'i bëj gjyqin publik Edi Ramës. Jo vetëm Edi Ramës, nuk është vetëm. Berisha komentoi edhe vendimin e gjykatës së Strasburgut, gjykatë që e cilësoi vrasjen e 4 protestuesve vrasje shtetërore. Roja e gardës, e cila do roje, vepron mbi bazën e ligjit. Dhe lexoni ligjin çfarë thot. Po të dëgjoj ty, Breshinaj, po vazhdoj të dëgjoj. E këmbë, pastaj neutralizim. Dhe në qoftë se fillimisht u tha se janë pluma nga afër, çka linte për të nënkuptuar që ishin demonstrues që kanë gjujt njëri tjetrin, më vonë u tha jo. Ajo ekspertizë nuk ishte e drejtë, por janë
nga distancë. Atë, e kam thënë dhe them, ato janë pluma të armëve të shtetit, të përdorura në përputhje me rregullat dhe ligjin, pra janë vrasje shtetërore, jo me qëllim, jo të qëllimshme, pa dashje. Deri më tani SPAK-u ka pyetur edhe Lulzim Bashën, i cili në 21 janar në vitin 2011 ka mbajtur detyrën e ministrit të brendshëm. Kjo e marrë shënon një vjetorin e vrasjes së 14 vjeçarit Martin Sani nga një bosh moshatar i tij pranë shkollës Fanoli. Prindrit, shokët dhe mësuesit kujtuan nxënësin që humbi jetën pas një konflikti për motive të dobta. Një ditë do të takohemi prapë, nuk ka rëndësi sa ko duhet. Ne do të shihemi prapë dhe ne do të jemi të lumtur. Pushon në paqe, ndërkohë, sepse kur të takohemi do të mbushim qiellin me të qeshura, do të marrë me vete kudo të Këto vargje të ndjera shkruar nga kushërira e tij i drejtohen Martinit, djaloshit 14 vjeçar që humbi jetën pasi u godit me thik disa metra larg shkollës Fanoli nga një bashkëmoshatar. Një vit pas ngjarjes së rëndë, dhimbja për prindrit e tij është ende e njëjtë. Me slotëve, ata kujtojnë djalin e tyre, plot ëndra, që jeta ju ndërpre në shkollë. Martini ishte një fëmijë i lindi i dukshëm dhe ashtu është përsëri. Iku në mënyrën më mizore nga kjo botë, nuk e meritonte edhe nga kush, nga një bashkëmoshatar i tij, në vend që të ishin shok, ju bë armik dhe i mori jetën. E pyetur për pretencën e prokurorisë për autorin e ngjarjes për dënimin me 25 vite burg, e ëma Martinit thotë se është në pritje të vendimit. Ne jemi në pritje të vendimit, por gjithsesi unë do jem këtu edhe do ngrej zërin përsëri për fëmijën tim. Do ta apeloni? Patjetër. Për prindërit, ambienti i shkollës nuk shihet ende si një vend i sigurt. Unë dua që sot fëmijët e mi të kuptojnë që jeta e tyre është po aq e rëndësishme sa dhe jeta e dikujt tjetër. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënimin maksimal për autorin e ngjarjes, por ai mund të marrë vetëm 12 vjet, bazuar në kodin penal për të mitur. Gjykata e posaçme shpalli vendimin për grupin kriminal të Shkodrës të goditur me operacionin Metamorfoza. Pjesë e tij ishin edhe prokurorë e oficer policie që bashkëpunonin për krime të ndryshme. 38 vite burg në total do të vuajnë të pandeurit e dosjes Metamorfoza. Gjykata e posaçme shpalli fajtor 5 prej tyre që u zbuluan nga dekodimi i aplikacionit Sky CC. Mes të arrestuarve bënin pjesë zyrtar të lartë policor, prokuror dhe eksponent krimi. Ish prokurori i Kukësit Xhevahir Lita dhe ish shefi operacionale Soltion Bistri rifituan lirin pas dënimeve që u dha gjykata, pasi e kishin shlyer me kohën e paraburgimit. I pari u dënua me 5 vjet burg për korrupsion dhe nxjerrje të sekretit shtetëror, por po të njëjtën akuzë u dënua edhe Oltion Bistri me 3 vjet heqje lirie, ndërsa u shpalli pafajshëm për korrupsion, duke marrë mbrapsht edhe 1.3 milion euro të cilat i ishin sekuestruar nga SPAK, duke përfituar edhe nga ulja e 1/3 së dënimit, për shkak se kishin kërkuar gjykim të shkurtuar, ata u liruan brenda sallës së gjyqit. Vendimi i dhënë nga trupa gjykuese e Tleva Deda, Flora Hajredini dhe Irena Gjoka, që qëndruan për 4 orë në dhomën e këshillimit, përfshiu edhe Behar Bajrin, që u dënua për vepra shumë të rënda penale, me 13 vjet burg e që i zbrite në 8 vjet e 8 muaj. Bajri u shpall fajtor për sigurim kushtesh për të vrarë 4 persona, për korrupsion të prokurorëve e gjyqtarëve, armbajtje pa leje, vepra këto të kryera si grupi i strukturuar kriminal. 2 bashkëpunëtorët e tij në këto krime, Edmond Preka dhe Astmer Bilali, u dënuan i pari me 10 vite burg, ndërsa i dyti me 8 vjet e 6 muaj heqje lirie. Të gjithë do ta vuajnë dënimin në një burg të sigurisë së lartë. Në 2 vjetor, pritet të shpallit vendimi përfundimtar edhe për biznesmenin Pollum Gjoka dhe një tjetër person, pasi avokatët të bëjnë mbrojtjen. Ndërkaq, gjykimi vazhdon edhe për krime të tjera, për të cilat s'pa ka ngritur akuza zyrtare. Të tjerë konkurrentë të spektaklit Albania's Got Talent përformuan përpara jurisë mbrëmjen e të hënës. Disa prej tyre morën pote te Agron Llakajt, Adelina Ismailit, Castro Zizos dhe Elsa Lilës për të vijuar më tej rrugtimin. Emocionet e rivaliteti po rriten nga nata në natë në skenën e spektaklit më të madh të talenteve në vend. Edhe mbrëmja e 5 të Albania's Got Talent solli surpriza, emocione të forta dhe një sër konkurrentësh që mahnitën publikun dhe jurinë.
Nata u hap nga Ambra Marku, e cila me energjinë dhe sigurinë në skenë mori menjëherë duar rrokitet e sallës, si dhe votat pozitive të jurisë. Pastaj performuan grupi i valleve nga Mirtita, akrobatet Ebi dhe Paula, si dhe këngëtarja e vogël Ajana Zhaku, e cila impresionoi me vokalin e ëmbël. Një nga momentet më të veçanta ishte paraqitja e gjeniut 3 vjeçar Rohan Zoto. Konkurrenti më i vogël i Albania's Got Talent befasoi urin përmes aftësive të tij për të identifikuar të gjithë flamujt e botës, duke treguar se në këtë spektakël talenti nuk ka kufi moshe. Mbrëmja kishte në qendër artin në çdo formë të tij, duke sjellë mesazhe të fuqishme emocionale. Juria nuk i kurseu komentet mbështetëse, por as kritikat, teksa përballeshin me sfidën e përzgjedhjes së më të mirëve. 13 konkurrentë u përpoqën të bindnin jurinë, edhe pse jo të gjithë arritën të kalonin më tej. Rrugëtimi i Albania's Got Talent vazhdon, ndaj për ata që nuk patën mundësi ta ndiqnin spektaklin live, natën e 5 mund ta Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.